Alban Durmishi, përshëndetje. Sot do flasim për seksin dhe qytetin. Për qytetin se di, po për seksin mund flasim. Mund të flasim, ë? Je ekspert? Je ekspert? Nuk jam fare ekspert, po na ka bërë jeta. Ti u bëre i njohur për publikun në Përputhen 1. Programin që është shumë i famshëm tani në Top Channel, dhe ndërkohë, pas asaj periudhe kur u bëre i famshëm, u bëre edhe më i famshëm, pasi të doli emri dhe mbiemri, si rrallë kujt, se zakonisht deri vetëm inicialet, u akuzove për prostitucion. Është një traumë që e vuaj dhe sot. Është traumë që e vuan dhe sot. Po. Çfarë ndodhi në vitin 2022 me një djalë që hyri në një program televiziv, mund të bëj i famshëm në një mënyrë siç janë bërë dhe shumë të tjerë dhe arriti qëllimin atë periudhë dhe pastaj papritur del nga kronika roz del në kronikën e zezë. Atëherë, si çdo djalë i ri, unë kisha dëshirën që mbasi u futa në televizion të bëja diçka time, të hapja një biznes edhe duke qenë se unë jam rritur në shtëpi me gjyshin dhe me gjyshen, në një familje me shumë dashuri, gjyshja sa herë kur isha i vogël më thoshte, o djalë na bëj një masazh, thoshte. Dhe në konsciencën time që në rini kishte ngelur masazhi, ishte një gjë që ndihmonte njerëzit që të relaksoheshin, sepse unë sa herë që i bëja masazh gjyshes, gjyshja thoshte na kënaqe, thoshte o djalë, thoshte sa të forta i ke ato duar. Dhe emri e masazhit unë e vura Power Hand. Po në naivitetin tim si biznesmen, unë domethënë mendoja vetëm se dhuroja relaks, sepse çfarë ndodhte dhe kur dilnin burrat nga masazhi më përqafonin, thoshin faleminderit, kaluam shumë mirë dhe unë isha i lumtur, domethënë sepse mendoja që kisha arritur qëllimin të ofroja relaks. Më vonë pastaj nuk e di me policin kuptova dhe unë që isha i mashtruar aty dhe aty. Para se të flasim për këtë lloj biznesi, sepse një lloj biznesi është ky dhe këtu në Shqipëri prostitucioni nuk është i legalizuar. Po nga ana tjetër nuk ka as dritat ato red lightet që janë në këto vendet europiane, ku mund të shkosh dhe të gjetesh si në vitrina. Dhe kjo i bën edhe më mister këtë punën e eskortave. Ndonjëherë duket si legjendë urbane, sikur gjithë kanë mësuar diçka në lidhje me prostitucionin dhe eskortat dhe çdo njeriu i vendosin një etiketë të tillë. Kjo nuk më fal. Po, jo, thjesht doja që të bëja pyetje në lidhje me këtë. Ti, duke qenë se u përballen në një moment të caktuar të jetës, u përballen me policinë dhe me akuzën si një tutor. Unë jam akuzuar për shfrytëzim ambienti, asnjëherë për shfrytëzim vajzash, sepse unë nuk kisha dieni çfarë bënin vajzash. Unë jam akuzuar për shfrytëzim që unë shfrytëzoja ambientin për të ushtruar ky lloj profesioni. Çfarë ndodhi që ti përfundove në dyert se u burgosa apo jo? U burgosa për vetëm 3 ditë dhe pastaj dola i pafajshëm. Domethënë thjesht pata akuza. Tani 3 janë profesionet që i kanë rezistuar çdo lloj sistemi, prostitucioni, bixhozi dhe droga. Këto të treja, domethënë, kanë ekzistuar në kohën e Enver Hoxhës, ekzistojnë sot, do ekzistojnë gjithë jetën dhe domethënë është e kotë që ne të fshihemi mbas idesë që këto nuk ekzistojnë. Dhe? Ti hape një qendër masazhi. Dhe pastaj? Unë hapa një qendër masazhi që ti nuk ishe në dieni që aty kishte prostituta. E cila ishte domethënë me sigurime e licencuar, ishte domethënë tamam qendër masazhi. Ku ishte, në cilën zonë të Tiranës? Në blok. Në blok? Po. Dhe klientela ime më e madhe ishin burra, domethënë që ishin funksionar në shtet, domethënë kisha pa fund nga policia, pa fund nga çdo lloj profesioni që ne e shohim sot në politikan, pushtetar, edhe politikan, po artist. Unë nuk do them kurrë asnjë emër, por por emra domethënë kanë qenë të gjithë. Tani arsyeja pse unë të ftova në podcastin Close Friends është sepse dua që dikush të flas hapur për këtë çështjen e eskortave që është një fjalë që e dëgjon në çdo tavolinë, po thuaj.
Si qëndron e vërteta e këtyre eskortave në Shqipëri? Vërtet, eskortat e kanë pushtuar Shqipërinë, eskortat e huaja? Tani, në momenti që ne flasim, në qoftë se kjo është një gjë, do të thënë që dihet nga të gjithë, pavarësisht se ne mundohemi, do të thënë, në përditshmërinë tonë të bëjmë sikur eskortat nuk ekzistojnë, por natën të gjithë në 10 çuna nënti ke duke klikuar te një faqe e cila lejohet vetë nga shteti jonë që të jetë e aksesueshme, sepse para disa muajsh ne tentuam të mbyllim TikTokun. Në qoftë se ne duam ta mbyllim dhe unë i ftoj të gjithë njerëzit mund të klikojnë Eurogirl Escort dhe po ta klikojmë ne tani këtë Eurogirl? Po mund ta klikojmë. Do e provosh ti nga telefoni yt apo unë? Po e provojmë. E provojmë. Se unë e di që ndonjëherë dhe e mbyllin këtë faqen dhe pastaj rihapet prapë, nuk e di ç'a ndodh. Kjo është një faqe që është faqe europiane. Është europiane. Jo, e mbyllin aksesin në Shqipëri e kam fjalën. Po pra, po nuk është e mbyllur. Aktualisht është e hapur. Ta klikoj pak. Në momentin që ne flasim, këtu janë gjitha shtetet e botës. Dhe janë dhe me numra. Këtu kemi Albania në vend të parë, nga që fillojmë dhe me A. Po. Mund të klikosh këtu. Klikon aty, domethënë, faqe. Klikon këtu dhe pastaj këtu janë, domethënë, gjithë qytetet e Shqipërisë dhe tregohet me numra se sa vajza janë në çdo qytet. Bëhet fjalë gjithmonë për vajzat e huaja që kanë ardhur po vitet e fundit. Janë, domethënë, kolumbianet, brazilianet, ruset. Fakti që, domethënë, këto janë këtu tregon që këto janë shumë lehtë të aksesueshme. Dhe ne kohët e fundit kemi parë shumë arrestime, po ti vesh re, ditë për ditë te jeta e shqeftë të gjitha këto faqe dalin polica që bëhen 10 veta dhe rrin atje mbrapa derës, futen me një lloj dhune, me një lloj kështu, dhe bëjnë një show mediatik sikur janë duke sulmuar prostitucionin dhe sikur janë duke sulmuar eskortat. Në fakt, e vërteta është që ata sulmojnë ato që nuk ju kanë shërbyer mirë, sepse ata e dinë shumë mirë që nëse do donin ti mbyllnin dhe unë jam dakord që ne nëse duam ta sulmojmë prostitucionin, unë jam dakord ta sulmojmë, por jo të bëjmë show. Nëse ne duam ta sulmojmë, policia mund futet shumë kollaj këtu, të klikoj, të marrë adresat se ku ndodhen, të lër takim dhe të shkoj atje. Por policia do të godasi vetëm ata që nuk paguajnë, ose do të godasi më saktë ato që nuk e bëjnë shërbimin siç ata duan. Po ti po thua tani që është një e vërtetë e hidhur. Policët shkojnë atje për tjetër gjë, shkojnë në një qendër masazhi për tjetër gjë dhe policët burra janë. Dhe çdo burr paga shumë. Tani, më trego pak se si funksionon kjo. Ta shohim sa vajza janë nga çdo qytet që janë në shërbim. I shohim dot atë? Unë jam thjesht një amator. Po duke qenë se vetë jam gjykuar për këtë lloj çështje, unë nuk jam gjykuar ndonjëherë për shfrytëzim prostitucioni. Unë jam gjykuar për shfrytëzim ambienti për prostitucion. Dhe po ndihesh keq, domethënë sepse mua më është bërë një gjyq aq i madh sa unë mbaj mend që në pallatin tim, kur futesh në ashensor dhe qelloja me gocat e pallatit, domethënë prindrit nuk linin vajzat të hynin në të njëjtin ashensor me mua për shkak të imazhit që u krijua, domethënë duke u folur me emër me mbiemër dhe tutor. Dhe ndërkohë që ty të ndodh kjo gjë, në gjithë Tiranën vazhdon të lulëzoj prostitucioni më keq se më përpara. E kuptoj, po tani e zëm se dikush do të hyj. Një person do të hyj dhe do të porosis eskortën e tij. Po, për shembull në Belsh, nuk është se ka shumë opsione zgjedhje, është i pa fat, ka vetëm një. Vetëm një? Po, kush do që të kaloj bukur në Belsh, ka vetëm një, nuk është se mund të bëj kështu zgjedhje. Po ajo çfarë komësie ka? Del aty apo jo? Nuk dalin detajet e tilla, ha? Nuk e dim komësin. Në Berat, për shembull, janë 3. Po merri me radhë të lutem. Po çë Durrësi mban kampion 161 eskorta. Wow. Do të thënë kampion në vend të dytë, se në vend të parë kemi Tiranën me 1411 eskorta. Wow. Dhe janë të gjitha të huaja, apo mund të jenë edhe shqiptare? Jo, këto në 99% janë të huaja. Dhe unë thjesht dua, do të thënë, të them këtë gjë që nëse ne duam vërtet ta mbyllim këtë lloj biznesi dhe ti ndihmojmë këta njerëz që mos u ushtrojnë në prostitucion, ta bëjmë ashtu siç duhet, po jo të bëjmë show dhe
të kapim vetëm ato që ne duam të kapim dhe t'ju hapim rrugën atyre që pagojnë më shumë që mos unë kisha një qendër masazhi ata të kenë 10, e kupton? Po, ti kishe një qendër masazhi që në fakt nami kështu ka dalë qendrët të masazhit. Që shkohet për masazh edhe përfundojnë në si quhet ajo? Happy endi. Po, nami ju ka dalë qendrave të masazhit kështu sepse vetë ambienti i masazhit është një ambient relaksues me qirinj, me lule, me vaj dhe mashkulli ka instinkte kafshe. Domethënë dhe mashkulli më besnik ka instinkte kafshe. Kur një vajzë e prek, shumë e vështirë domethënë dhe po të shkosh në gjithë qendrat e masazhit në gjithë botën, pak a shumë po jo në dijenin e pronarit, më kupton, këto janë gjëra që vajza vetë zgjedh t'i bëj për përfitimet e veta, më kupton. Unë nuk mund të fus një kamer, ta fus brenda në dhomë për të marrë vesh se çfarë bën vajza. Unë mund të kem dhe një lokal, e kam thënë edhe një herë tjetër. Unë mund të hap një lokal dhe mund të marr aty një banakiere që t'i jap rrogën me sigurime me të gjitha. Banakierja do të fitoj më shumë, nuk i del rroga ime. Dhe i shkel syrin klientit. Klienti me instinktet e kafshës pranon shkeljen e syrit, ata bën një shkëmbim. Një shkëmbim pa dijenin tënde. Po pa dijenin time, sepse ato nuk janë vajzat e mia, nuk janë njerëzit e mi. Ato kanë ardhur të punësojnë te mua, kanë rënë dakord me rrogën, dhe nuk është faj i asnjë qendre masazhi, domethënë biles, po ta themi fix fare, këto vajza shfrytëzojnë pronarin. Sepse këto vinë me atë mendje, domethënë këto janë xha kurva, domethënë. Dhe këto do ta bëjnë në shtëpinë e tyre, do ta bëjnë në pallatin e tyre. Duke qenë se ndihen më të sigurta, këto zgjedhin ta bëjnë te ambienti i një njeriu i cili ka dashur të hapë një biznes për përfitimet e veta. Dhe këto shfrytëzojnë pronën e atij, shfrytëzojnë klientelën për të bërë, unë nuk i quaj pisllik sepse njeriu është i lirë të bëjë çfarë të doj, por ti ku i kishe zgjedhur këto? Ku i kishe marrë këto vajzat? Ose ishin të huaja, shqiptare? Jo, ishin shqiptare dhe si zgjodhe për punë është ideja? Atëherë, në atë kohë nuk ishte shumë as TikTok, as kështu që të bëheshin këto lajmërimet virale dhe ne hisnim lajmërime te gazeta Chelsea. Ti mund të hedhësh te gazeta Chelsea lajmërime që kërkojmë një pastruese, kërkojmë një banakiere, kërkojmë një kamariere. Unë hithja kërkojmë masazhiere profesioniste me diplomë me të gjitha. Dhe këto të vinë me diplomë. Kanë bërë të gjitha në një shkollë, kurse 6 mujore, dhe ti tani nuk dyshon, si thuash. Po ç'më duhet mua? Nuk kam se dyshoj. Unë dua që ajo të jetë e diplomuar për këtë gjë që më duhet mua. Po si pamje, si janë këto mos i paraqykohesh është një profesion që njerëzit bëjnë me vite shkollë për t'u bërë masazhiere. Okej, por a ka për shembull ti menuatin që ke si djalë mund ta dallosh një masazhiere të vërtetë që mbaron shkollë mjekësie nga një vajzë që hiqet si masazhiere dhe mund ta ketë bler atë diplomën, të hiqet ty si masazhiere dhe pastaj na del që na qen ka eskort. A ka një veçori në pamje për shembull? Po ne nuk po dallojmë dot njerëzit që na hiqen si politikanë dhe janë hajdut. Pse duhet unë të dalloj atë që më hiqet si masazhiere dhe është eskort? Po. Është puna e vet. Është puna e vet. Ti thua që nuk mundesh ta dallosh, po edhe mundesh. Në momentin që marr vesh që diçka po bëhet në biznesin tim, duhet të ndërhyj, por nuk kam nga ta marr vesh sepse unë s'mund të cënoj privatësinë e klientit dhe të fus kamera në dhomë për të marr vesh se çfarë ndodh. Sa paguheshin këto vajzat e biznesit? Kanë kaluar vite, them drejtën, as nuk e mbaj mend, po di që paguheshin me rroga normale që funksionojnë në shtetin tonë. Ma kujton dot atë ditën se ishte e diela ajo dita që të ka telefonuar dhe të kanë thënë që hajde se diçka ka ndodhur në biznesin të masazhit. Jo, ka qenë eksaktësisht kështu, ka qenë e diel, me vërtet, unë kam shkuar për të bërë disa nga llogarit për nisjen e javës së re. Dhe pa pritur te kamerat e biznesit, shoh 10 efektiv të shqiponjës nga më të gjatët, domethënë sigur do bënin një arrestim huligani serb. 8 prej tyre i njihja se kishin qenë klient në masazhin tim dhe shoh dhe 2 njerëz të tjerë me veshje jo policie, civile. Ju hapa derën. Dhe si funksionon në Shqipëri, terrori që policia ushtron
kur është duke bërë një veprim, u futën pas një lloj prove, pas një lloj gjëje dhe pastaj këtë e tregoi dhe fakti që u ndola i pafajshëm mbas 3 ditësh. Jo, po them, domethënë ç'a ndodhi, të arrestuan ty, arrestuan vajzat, sa vajza ishin aty? Atëherë, policët erdhën dhe bën një kontroll rutinë për të gjetur sende të jashtëligjshme në qendrën e masazhit. Nuk gjetën asnjë lloj gjëje, por duke qenë se kanë hije shumë të rëndë, njëra nga vajzat filloi të qante, domethënë sepse vetë prezenca e policisë i krijoi një lloj terrori. Në atë moment, domethënë, ata filluan ta merrnin në pyetje, unë ndërhyva, diçka nuk ju pëlqeu te ndërhyrja ime dhe te sjellja ime dhe dhanë urdhër menjëherë të arrestohet dhe pastaj gjërat e tjera do t'i zgjidhim me kalimin e kohës. Po më fal, më kujtohet një detaj, kur kam qenë në gjyq dhe ka qenë kjo greva e avokatëve dhe më është dashur të mbroja në një seancë, më është dashur të mbroja veten sepse nuk më prezantonte dot avokati im. Dhe prokurori i çështjes time ngrihet, ndërkohë që unë po mbroja veten duke thënë që s'kam bërë asgjë, prokurori ngrihet dhe i thot gjykatës, zonja gjykatëse, njerëz si këta janë shumë të dëmshëm për shoqërinë tonë, me këto qendrat e masazheve që na i kanë hapur si kërpulla dhe që po na prishin familjet e të tjerë. Dhe fiks mbas 2 ose 3 vjetësh, ky prokuror nuk kaloi vetingu sepse ishte hajdut, sepse nuk deklaronte dot vjedhjet që domethënë dhe jam unë i dëmshëm që dëmi im i madh kisha shpërndar kënaqësi. Kënaqësi masazhi. Po jo, më këto pse e shikon dhe ti do të mendosh. Jo, unë bëra pyetje që mund ta bëj kushdo. Vetë është kënaqësi. Unë ta thash, gjyqja ime, pasi unë i bëja masazh, ndjej sa herë e relaksuar. Po këto vajza kanë ushtruar prostitucion? Po nuk u vërtetua asnjëherë. U vërtetua kjo gjë se këtu do dilja? Nuk u vërtetua asnjëherë. Biles, mua mu bë dëm sepse mu përdor emri dhe mu bë një prishje imazhi. Prishje imazhi. Unë nuk kisha dalë akoma në gjyq dhe nëpër media, domethënë thuaj Albani shfrytëzonte vajzat për prostitucion. Po sa burg bëre? Sa ditë arrest? Nuk bëra burg, vetëm 3 ditë. 3 ditë arrest, pastaj arrest shtëpie. Pastaj arrest shtëpie për hetime të zgjati sa prokurori u hoq nga prokurori sepse kishte vjedhur. Kishte vjedhur dhe shpëtove ti. Jo, unë shpëtova më parë, po tani e them kështu me e thua me të qeshur. E kalove rënd atë situatë? E kalova shumë rënd sepse dhe në shoqëri, dhe në familje, dhe në njerëzit që më rrethonin, unë nuk jam modeli. Ju po ta shihni një tutor, zakonisht një njerëz që quhet tutor, është një tullac me tatuazhe, i egër. Unë jam një djalë me syze që shoh punën time dhe që desha të hapja një masazh për qefin tim. Po dikush ka thënë që ke dashur që të bëhesh si ata. Ata dikushet që kanë thënë, mua nuk më interesojnë sepse në këtë lloj vendi që gëlon pislliku, ku arrestohen ish president, arrestohen kryetar bashkie, njerëz që menaxhojnë paratë tona dhe taksat tona. Unë nuk menaxhoja paratë e askujt dhe unë vetëm doja mirëqenien time. Po, edhe nuk të lanë, se sa zgjati biznesi? Po, diku te 2 vjet, 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë. Pas atij biznesi, pas kësaj historie, ç'a ndodhi me ty? Si vazhdoi jeta jote, uri më këmbë, ka përgjigjë diçka tjetër? Unë kam qenë 3 vjet në arrest shtëpie pa dal nga shtëpia fare. Këto janë daljet e mia tani të para që unë do rifilloj. Ç'a thua? Domethënë nga 2022-shi deri tani që jemi në 2025 të ke qenë në arrest shtëpie? Në arrest shtëpie sepse zgjaten afate, siç funksionon këtu sa herë, harrohen dosjet, bën me plur atje nëpër, se nuk është ndonjë dosje që mund të fitojmë shumë lekë këtu. Po. Edhe një ditë u kujtuan edhe pastaj u hoq dhe arresti im i shtëpisë. Kur u hoq arresti fiks? Po ja ka disa muaj. Disa muaj. Po. Edhe si ju riktheve jetës? Ja jam këtu tani me ty. I shkrove në njerëz? Nga ato vajzat që ke pas punojse, domethënë dua ta ndryshoj komplet faqen. Edhe ç'është e vërteta, unë nuk është se doja domethënë të flisja personalisht për mua. Unë flas thjesht në parim që në qoftë se ne duam ta eliminojmë këtë profesion dhe t'i ndihmojmë këta njerëz të bëjnë profesione të tjera, nuk mund ta bëjmë në këtë lloj mënyre. Po si mund të bëhet për shembull?
Po unë nuk e di, kjo është gjë që ka njerëz shumë herë më lartë se mua në pozicione në vendimarrje që mund t'i japi një zgjidhje dhe t'ju gjejnë këtyre vajzave një profesion tjetër. Por këta, në mënyrën këta duan thjesht të fitojnë lek, domethënë këta janë xheloz, pse ato fitojnë dhe këta s'fitojnë. Nuk është qëllimi që këta ta mbyllin. Sepse ta thash, prandaj ta shpjegoj çfarë nëse ata duan ta mbyllin, është shumë e thjeshtë. Në këto 3 vite që ke qenë në arrest shtëpie, je bërë kurioze dhe ke kërkuar shumë për këtë lloj biznesi në Shqipëri? Ke arritur të kuptosh se si funksionon? Për biznesin e eskortave dhe të prostitucionit? Të ka intriguar si... Nuk më ka intriguar me. Atëherë Alban, me që se ne u takuam për të temën e eskortave, më thënë në reti në burke o pam, më zëmë atë raky morte o pam, atë veprën shqiptare. Unë po kërkoj tani, vetëm po fuz vetëm fjalën eskort në Google, dhe besoj që të dalin shumë lajme. Dhe shikosa lajme më dalin mua për eskortat në Shqipëri. Eskorta ndërkombëtare për prostitucion në Tiranë. 1. Sa e kanë pazarin eskortat e huaja në Tiranë? Dhe do të thënë që pazari në Shqipëri është nga më të shtrenjtit në Europë. Pse? Do më thënë, nga që ne këtu vazhdojmë ta kemi ilegale, çmimet për eskort variojnë nga 200 deri në 300 në orë. Në orë? Në orë, po. Dhe prandaj është kjo dyndje e këtyre vendeve latine dhe gjithë që vinë të gjitha në Shqipëri për shkak të çmimit kaq të lartë. Po sa mund të rri një eskort me një klient? 1 orë, pra, po them 1 orë 300. 1 orë 300. Po sa mund të rri zakonisht? A mund të rri dhe... Po ajo varet nga fuqia e klientit. Nga fuqia e klientit. Nga fuqia financiare. Lexova një koment që shkruante dikush në një nga këto faqe, domethënë ku flitet për eskortat, i thoshte që jemi 2 vet, a ka ulje çmimi? Bëhen ulje çmimi. Po këta e din ata që punojnë fiks. Ide që unë di shumë detaje, po të them dhe këto. Dëgjoj tani. Jo, nuk ka rëndësi tani. Eskortat e huaja pushtojnë Tiranën. Po. Është çik si karma e këtij vendi, sepse shumë vite më parë Shqipëria komentoi për vajzat shqiptare që prostituonin nëpër vende të ndryshme të botës. Po pra, po tani është bërë një rokad. Ne shkojmë andej, ata na kthejnë derin. Ata na kthejnë derin edhe me prostituta, Dhe na i sjellin këtej. Ndryshimi është që ata na sjellin vajza të lira, të cilat vendosin vetë që duan ta bëjnë këtë lloj pune dhe zgjedhin Shqipërinë si destinacion, të thash për shkak të çmimit, sepse këtu një prostitut varion nga 200 deri në 300 në orë, ndërsa mënyra se si ne kemi prostituar vajzat tona ka qenë nga më të shpifurat që mund të ekzistojë. Domethënë neve shkonim me idenë sikur do martoheshim me këto vajza, i kalonim kufit tanë dhe atje ju servinim që tani për të jetuar dhe për të ngrënë bukë, ti duhet të prostituosh, sepse prisni në besë. Po, sepse unë burri jot që u martova nuk jam mjaft që të nxjerr lek në mënyrë tjetër. Dhe kjo ndryshon shumë, duket si detaj i vogël, por kjo është një ndryshim shumë i madh. Domethënë, kur dikush zgjedh ta bëjë këtë gjë me dëshirën e plot dhe kur dikush është i detyruar të bëjë këtë profesion për shkak të një tutori që i rri mbi kokë. Po djem prostituta ose, më fal, gigolo, kanë akses ose kanë kaq çfarë thuhet? Të them të drejtën, nuk kam asnjë informacion për këtë, domethënë zakonisht flitet vetëm për vajza prostituta që vinë nga jashtë. Për djemt sikur nuk flitet, nuk e di pse. Sepse në shekuj dëshira për marrëdhënie seksuale është e njëjta si nga ana e djalit dhe nga ana e vajzës, por mos të thënë që nga ana e vajzës dëshira është akoma më e madhe. Por instinkti i kafshës te djali ka bërë që ai ta shfaqi gjithmonë më shumë dhe vajzat e kanë shfrytzuar këtë duke kërkuar para. Prandaj në shumicën e rasteve janë vajzat ato që paguhen dhe ka dhe djem, po janë në minorancë. Në minorancë, ose s'merret njëri me djem. Si mendon, po të legalizoj prostitucioni këtu, do binte vlera e çmimit apo do rritej? Atëherë, në modestin time, unë jam i mendimit që
ky profesion, ky biznes është një gjë që duhet të legalizohet. E para sepse ul shumë frustrimin. Ne kemi po të vesh re nëpër rrugët e Tiranës, ka një lloj agresiviteti, meshkujt janë agresiv, domethënë po të shkosh në rrethe, agresiviteti është akoma më i madh dhe kjo ndodh dhe për shkak të mungesës së seksit, sepse këtu është raporti që një djalë ka 20 vajza dhe 19 të tjerët nuk kanë asnjë. Dhe ne këtyre ju heqim mundësinë që edhe me pagesë këta të kenë një kontakt fizik i cili është i domosdoshëm për një djalë që të ketë një kontakt fizik me një vajzë. Në momentin që do legalizohej, do të ishte shumë mirë për të gjithë njerëzit, por do të ishte keq për këta që fitojnë nga ky biznes. Domethënë, nëse legalizohet, shefi i lagjës nuk merr më dot kafen e vet. Ai lart atij nuk merr dot më kafen e vet. Dhe ky është i vetmi një problem që ne nuk i legalizojmë gjë. Ne jemi, më fal që po zgjatem, jemi në ndër të paktat vende në Europë dhe në botë që ne dënojmë 7 deri në 15 vjet prostitucionin, dënojmë 20 vjet kush merret me drogë, dënojmë me vite shumë të mëdha çdo lloj gjëje të jashtëligjshme që një njeri as mos të guxoj t'i futet këtyre lloj bizneseve që t'i bëjmë ne që jemi të fortë. Domethënë ti po thua që këto biznese këtu i bëjnë të fortët. Janë ata pronarët këto biznese këtu ekzistojnë më shumë se në çdo vend tjetër në botë. Domethënë ne dalim, bëjmë show dhe themi goditëm bastet, goditëm kazinot, goditëm këto. Dhe baba im në shtëpi, sa herë që shikon Edi Ramën në televizor, thot bravo, godite bastet dhe i mbylle lotot. Ndërkohë unë vetëm këtë 5 vjeçar kam 200 milion lek borxh për shkak të këtyre basteve që nuk janë mbyllur asnjëherë dhe që janë për ditë po shtëpive tona, në telefonat tanë dhe kudo. Dhe unë këtë dua të them që... Si ke borxh? Prit tani se na dole dhe një temë tjetër tani. Po them... Ke luajtur loto? Kam luajtur bixhoz. Bixhoz. Por nuk ka rëndësi. E thash si gjë, nëse këto do jenë të mbyllura, ne nuk do i prishim lekët tona, por ne bëjmë show. Ne themi është mbyllur bixhozi, është mbyllur, po godasim prostitucionin, po godasim bixhozin dhe ne godasim këto vetëm për pleqt që shikojnë në shtëpi dhe që nuk janë në terren. Që nuk din ç'a bëhet. Që nuk din ç'a bëhet. Aman me këtë punën e prostitutave, ai nuk ka me as votën e pleqve, sepse ka shumë pleq që mbasi marrin pensionin, do donin të kalonin një orë të këndshme me. Dhe duke dalë lajmi që mbyllen, nuk është se fiton popularitet. Po mirë, me këtë çmim që më theti muaj, del pensioni, një pensionist shqiptar të paguajë një prostitut nga Venezuela, Po, pensionistit shqiptar dhe pa prostitutën nuk i del fare ai pensioni që merr. Por ne e dim që pensionistat tanë jetojnë me lekët e fëmijëve, domethënë fëmijët zakonisht bëhen ndihmë për të ndihmuar prindrit, disa jashtëtetit dhe atë pensioni që ai ka e shfrytëzon për kënaqësirat e veta. Duke qenë se ne duam t'ia ndalojmë dhe këtë lloj, jeta është shumë e shpifur dhe kur është e bukur. Bravo, e të shumë bukur këtë. Imagjino kur jeta është e mërzitshme. Domethënë dhe kur jeta është e bukur, është e shpifur. Është shumë e shpifur, ke të drejtë. Imagjino kur jeta është e mërzitshme, ne ju heqim njerëzve edhe disa lloj kënaqësish që ky është postulat ky që the. Jeta është shumë e shpifur dhe kur është e bukur. Po se kështu është. Tani jeta me prostituta apo pa prostituta? Unë them që jeta duhet të jetë me të gjitha gjërat dhe njerëzit të kenë të drejtën të zgjedhin. Dikush do ta bëj me prostituta, dikush do ta bëj me libra, dikush do t'i bjerë kitares, dikush do të bëj çfarë doj, ne duhet t'i lëmë njerëzit të bëjnë çfarë të duan. Në momentin që ne nuk cënojmë njëri tjetrin, ne duhet të lihemi të bëjmë çfarë të duam. Është ndryshe kur prostitucioni është legalizuar dhe prostituta është prostitut, dihet. Por kur është një profesioniste që hiqet si profesioniste, modele, këngëtare, do ndoshta ti po thua për këto që kemi nëpër televizione. Unë nuk dua të bëj, domethënë. Nuk e di, unë ti e the. Po unë e thash se unë po flas, po unë nuk dua të bëj paragjykuesin, po unë prandaj them që ne duhet t'i legalizojmë, duhet ta legalizojmë dhe ashashin, duhet ta legalizojmë dhe prostitucionin, që njerëzit të jenë të lirë të zgjedhin vetë me çmime të ulta, sepse duke mos i legalizuar ne duhet të paguajmë shumë lek për të kënaqur veten në një ditë që jemi me stres.
Zot, si zgjidhet ndodh që këto prostitutat, vajzat që dalin, domethënë te këto faqet e escort.eurogirl, që më the, që të mos jenë aq të pashme dhe të bukura sa që janë tek fotot aty. Ndodhin zhgënjime të tilla në këtë botën e eskortizmit? Qa ke dëgjuar, se nuk thash... Po e di, jo më kam dëgjuar se shokët e mi, ne ulemi në darkë, do më thënë, dhe të gjithë futen të kjo faqa dhe thonë ku do shkoj unë sot, ku do shkosh ti nesër. Dhe vinë shokë të zhgënjur që ishin ngëzuar nga ajo fotoa që kishin aty dhe kur shkojnë, ju del dikush tjetër dhe nga zori mbarojnë atë bisedimin që kam për të bërë atje dhe kthehen. Po kjo ndodh sepse jo të gjithë punojnë me fotot e tyre. Është një fenomen shumë normal. Është një lloj mashtrimi edhe kjo. Po pse shkojnë vetëm natën, nuk bëhet eskortizëm dhe prostitucion ditën? Vetëm natën, ë? Se edhe këtë pyetje kam dashur ta bëj kështu në për këtë intervistat e mia. Zakonisht natën flen gratë. Dhe në momentin që gratë flen, burri s'fle kurrë. Burri si hasmi, ë? Lumi fle, hasmi s'fle. Burri, duke sajuar që do sjelli të ardhura në familje dhe punët për sjell të ardhura në familje bën natën. Flet me besnikun, besniku është një emër nickname që ja ka vënë eskortës, dhe del poshtë shtëpisë. Prandaj, sepse ditën gratë janë më prezente në jetën tonë dhe ne pim ato kafet familjare, derisa gruaja të flej. Gruaja flej dhe ai shkon me besnikun, ë? Tani kjo është një gjë, domethënë, që nuk jam unë i pari që e them, e nuk jam unë i pari që e di. Është diçka që biles gjë më e shëmtuar është kur ne i shohim këta njerëz, se Shqipëria është shumë e vogël, të dalin në televizion dhe të bëjnë morale për besnikërinë, për familjen. Domethënë, unë nuk do t'i gjykoja kurrë pse këta tradhtojnë ose pse bëjnë këto gjëra. Por në momentin që e shoh duke bërë moral, filloj pastaj ta gjykoj. Domethënë, tradhtia e burrave ndaj grave është diçka e pashmangshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Këtë po thua? Unë do them diçka që mbase do t'i mërzis të gjitha vajzat, sepse unë flas për gjinin mashkullore, vajzat do flasin për gjinin e tyre. Dhe mbase do mërzis dhe familjarët e mi që janë të martuar, por burri më besnik i mundshëm, ai më besniku i besnikëve, mund ta zgjasi 5 vite besnikërinë në një martesë. Se ta thash edhe një herë, mashkulli ka instinkte kafshë që është shumë vështirë, duhet të jetë shumë i kontrolluar dhe me një disiplinë që gjatë jetës së tij të mos shkojë në tradhti. Kjo ndodh te ata burra që nuk tradhtojnë dot sepse s'kan mundësi. Por ata që kanë mundësi dhe që janë, domethënë, në ambiente me vajza, ata tradhtojnë patjetër. Në 99% të rasteve, mos të bëj si njëri që i vë përqindjen, burrat tradhtojnë. Burrat tradhtojnë, po gratë tradhtojnë? Po pa diskutim që tradhtojnë dhe gratë, se burrat me gratë tradhtojnë. Po ato mund të tradhtojnë me gra beqare, po them, këto gratë e tyre i tradhtojnë po ashtu. Po pastaj kur, domethënë, e mira, po flas për çifte tani, e mira është që ne mos ta marrim vesh. Se për të ndodhur kjo ndodh, po pse me këtë ide që s'duhet marr vesh, ë? Mua më duket gjë më e tmerrshme. Mirë ta marrësh vesh, ta dish se sa. Jo, unë them që ti jeton e lumtur kur nuk e merr vesh, po ndërkohë ajo ka ndodhur, po ti thjesht mendon se s'ka ndodhur. Ka ndodhur. Ti gjatë kësaj periudhe që ke qenë arrest shtëpie, ke shkruar ndonjë eskorte? Ama të vërtetën. Po i kam shkruar. Se dhe i kam shkruar se duar kam dhe unë, nuk do t'i përdor vetëm për vete, i përdor edhe për të shkruar. Dhe je takuar me ndonjë prej tyre, çfarë ke kuptuar nga eksperjenca jote? Je zgënjur, je kënaqur, bashkë me kënaqësinë ishte edhe zgënjimi? Si çdo djalë, pavarësisht se dikush e thot, dikush nuk e thot, normal që edhe unë kam provuar të kaloj 1 orë me një eskort, por ngrohtësia dhe zjarri që ti kalon me vajzën që ti do, nuk krahasohen kurrë me vajzën që ti paguan. Ajo është thjesht një mbushje boshllëku në ditët me shi. Po kemi dëgjuar edhe histori që janë dashuruar me një prostitut. Po ka pafund, bëjnë dhe fëmijë,
Do më thënë, sepse në fundit ato janë njerëz. Nuk është se prostituta është UFO që zbret nga alienët dhe ato janë njerëz që për shkak të një arsye të caktuar që ato e dinë, zgjedhin të bëjnë këtë profesion i cili për mua është nga më të vështirët në botë. Duhet ta themi dhe këtë. Dhe këta njerëz, ka shumë rrezik brenda. Këta njerëz janë, domethënë, në thonjza për tu vlerësuar sepse nuk është gjë e lehtë që ti të shesësh trupin tënd për qef. Zakonisht këta që e bëjnë kanë diçka më të madhe mbrapa që hynë në të lloj. Ato nuk e dim nëse ndoshta e bëjnë për të mos marrë një rrogë, se ato rrogën e marrin me 2 klientë, apo s'është kështu? Mund të jetë edhe lakmia për para, mund të jetë një arsye. Unë po flas zakonisht nuk po flas për luxury. Unë po flas për njerëzit që zgjedhin ta bëjnë si mbjetesë. Si mbjetesë. Për mbjetesë. Është krijuar përshtypja që eskortat, prostitutat janë yje, janë 2 metër të bukura, perfekte. Eskortat janë yje 2 metra dhe perfekte, janë dhe të shëmtuara dhe jo perfekte si çdo vajzë normal. Po ta them edhe një herë, eskortat janë njerëz, janë vajza. Jo, e kam fjalën që a kanë ato kritere, duhet si thua që ti jesh eskort, do të jesh patjetër e bukur, që të joshësh sa më shumë dhe të kesh sa më shumë klient, se në fundit për këtë bëhet. Atëherë, quhet ushqim byreku, quhet ushqim salmoni, quhet ushqim prosciutto. Po këto kanë të treja çmime të ndryshme. Dhe eskortat në bazë të fytyrës dhe performancës dhe që kanë, ju vendosen dhe çmimet. Ato që ti thua me 5 yje? Me 5 yje. Janë dhe ato me 5 yje. Po, e kanë çmimin me 5 yje. Po mosha e tyre? Do të thonë deri në çfarë moshe ato mund ta ushtrojnë si profesion digjë? Po futbollistët 30-35 heqin dorë nga profesioni. Po. Eskortat mund të shkojnë deri në 40, se nuk do pagoj njëri për gjyshe 70 vjeçare. Ti je ekonomist në profesion, no? Po, unë kam mbaruar ekonomik financë, po nuk është se jam shumë i mirë në ekonominë time, kam bërë gabime. Kam qenë më shumë i mirë në shkollë dhe për të bërë ekonominë e të tjerëve. Te ekonomia ime kam gabuar pak vitet e fundit. Ke gabuar pak me atë që thamë? Kam gabuar pak me të ardhurat e mia. I ke shpenzuar për bixhosta, për eskorta dhe për... Jo. Nuk dua të flas shumë për këtë temë, po kam disa probleme ekonomike të cilat do t'i zgjidh së shpejti. Bile se i përshëndes ata njerëzit nëse më dëgjojnë, rrini pa merak. Pa merak, ata njerëzit. Puna është që ti kalosh këtë situata pa rënë në depresion. Unë mendoj që tani kam dalë. Mund të kem pasur periudha depresioni, do të thënë që i kam menduar unë, se nuk është se kam shkuar në për doktor ose në për kështu, po kam pasur ato periudhat e mia uljet, ngritjet. Besoj tani jam në një proces që i kam kaluar të gjitha dhe jam gati për luftën e radhës. Për t'i rikthyer jetës ashtu siç duhet. Për t'i rikthyer jetës buzëqeshjen. Buzëqeshjen që tham. Po i dashuruar je? Për momentin jo. E di pse të pyeta? Për momentin jo, domethënë je ndar para, gjatë arrestit apo pas? Po s'dua ta prek as këtë temë se nuk e di se ku janë njerëzit e tjerë dhe s'duam t'ju prishim. Nuk duam t'ju prishim lumturinë, po edhe qetësinë. Të pyeta për dashurinë më kot se ti ke qenë në një program që ishte fokusi kryesor tek njohjet, tek lidhjet dhe që ishte pikërisht për putën. Ke qenë ndër të parët që ke marrë guximin dhe duhet vlerësuar sepse ishte një thyrje tabuje, si thua, që të hysh në një program televiziv dhe të hysh për të njohur dikë ose disa. Po, ç'është e vërteta, ne kemi qenë të parët të parët në këtë program. Kemi qenë paka shumë si demo, sepse ne kemi qenë vetëm një herë në javë, kemi qenë brenda emisionit e diellt të Edi Manushit, dhe mbasi u pa që u pëlqye shumë nga publiku dhe ne kishim shumë klikime, vitin tjetër u bë pastaj ditë për ditë, domethënë, dhe pati minutazhin e vet. Po, me cilën nga vajzat që ishit në atë edicion ti dole në date, në një takim? Po, ne kemi pasur vetëm 2 vajza, domethënë,
kemi qenë si belshi, me një... Me një. Përputhen në belsh. Po, se këta tani do më thënë kanë shumë opcione, i ndërrojnë, marrin një, dalin me tjetër, mërzite me njërë, me tjetër. Ne kishim vetëm Inën dhe Antonetën. Ke parasysh ato qytetet e vogla ku ka një furrë buke. Ina Kolçaku dhe Antoneta? Antoneta Koçi. Po. Të dyja këto vazhdojnë, do më thënë, jetën e tyre nëpërmjet televizionit. Janë të dyja në RTS. Po, në RTS, po. Po, them, e ke parasysh këto qytetet e vogla që kanë vetëm një furrë buke? Nëse ti zihesh me furxhiun, ngelesh pa bukë. Ne nuk ziheshim dot, se nuk ngeleshim direkt pa takime. Dhe ne donim, s'donim, do ta mbanim mirë me vajzat që të dilnim në për takime, sepse nuk kishim opsione. E kuptoj, po cila nga këto dyja të pëlqente pak më shumë? Ose që s'të pëlqente fare? Unë ruaj akoma marrëdhënie shumë të mira me të dyja, po në atë kohë, domethënë, kam dalë me Inën. Po janë shumë histori të vjetra, do më thënë, ato mbase janë bërë me fëmijë tani, me burra, me njerëz, edhe ti kujtojmë këto historitë e vjetra, do më thënë. Po ç'ne si hyre ti në përputhen? Shkove vet, aplikove vet, apo të tha dikush me ndërmjetës, atër bëj pak... Ka qenë Angel Shkira, që ka qenë në Big Brother, po thjesht rastësi, nuk është se, do më thjesht unë, si djali i ri që isha në ato kohë, i shkruaja sepse kisha dëshirë, e kam pas gjithmonë dëshirë, si dëshirë e masazhit, kisha dëshirën dhe ta shikoja njërë vete në televizion dhe ju shkruaja gjithë njerëzve, dhe ndodhi që ishte ky programi Përputhen, edhe nuk është se ka ndonjë histori shumë specifike. S'është një histori shumë specifike, por ty të përjashtuan. Pse të përjashtuan nga Përputhen? Po ne kemi pasur Olcën. Olca më duket tani është përjashtuar dhe vetë. Ajo më përjashtoi mua, pastaj përjashtuan atë. Edhe ka qenë një përjashtim, unë po të them dhe njërë si amator në fushën e televizionit, nuk e dija që ne nuk na lejoheshin intervistat dhe këto. Nuk i kisha bërë dhe qefin Olcës në disa gjëra që më kishte kërkuar, se unë jam pak tip rebel nga natyra, edhe mbaj mend njërë kur jam ftuar për të bërë një skenar, dhe unë isha ndër të vetmit që nuk pranoja asnjëherë, doja të dilja ashtu si qisha. Dhe uftova një për të bërë një skenar dhe më duk vetja si ajo lulkuqe mbi mure që e merr ai kujdestari edhe i thot do spionosh shokët, thot, edhe ai pastaj u vra atje te muri. Dhe ashtu më zhdukur vetja dhe mua, domethënë se mu desh në një moment të vjesha në një zgjidhje ta pranoja një skenar apo mos ta pranoja. Zgjodha të dëgjoja veten, nuk e pranova. Dhe si që ndodhë të rëndom në jetë, në momentin që ti nuk e ke fuqin mbi veprimet, do të përjashtohesh në momentin që ti nuk dëgjon supremin. Çfarë skenari ishte i Përputhen? Skenari ishte një skenar ogurzi, ku unë duhet të dilja me një nga çunat të cilin ata e kishin parë që unë shoqërohesha, dhe mu ofrua që unë të kisha një përgjus me vete dhe në bisede sipër të regjistroja shokun tim se qa mund të thoshte ai në një bisedë normale jashtë televizionit. Dhe kjo të bëj pastaj si puntat, dhe ata kishin vënë re që unë mund të përballoja debatin me këdo dhe ishin të bindur që çdo lloj gjëje që të ndodhi ti e përballon debatin. I thash unë debatin e përballoj, po unë nuk mund të përballoj dot grushtat, sepse të presësh një njeri në bezë në atë lloj mënyre mund të ndodhi që ti të konfrontohesh edhe fizikisht. Kush ishte ai djali? Ai shoku? Po ai ka harruar vetë emrin e vet, t'ia them. Okej, tash ishte në një injor. T'ia them, po jo me injor, po ka harruar ai, ne kemi vite, e kupton, kanë ardhur ata të tjerët janë më të njohur, kanë kaluar shumë vite. Ti nuk e pranove këtë? Nuk e pranova, pastaj nuk mund të hiqesha vetëm se spranova këtë skenar, u bëra edhe këtë gabimin që dhash një intervistë për një televizion tjetër dhe u bë më lehtë pastaj përjashtimi im nga Përputhen. U mërzite? U zgënjeve? Po në atë kohë po, tani që e mendoj, s'është ka qenë një gjë e madhe. Në atë kohë u mërzita se njeriu ndryshon me moshën, ndryshon edhe mënyrën e të menduarit. Bëre tentativa të tjera për të hyrë në televizion në një mënyrë tjetër, se gjithmonë është parë si katapultim ky lloj programi. Po e di, dhe unë e kam pasur shumë dëshirë të hyj në televizion, po unë pata në periudhën time që pata më të mirën, ku mund të bëja këto katapultimet që ti thua, unë humba maman dhe në atë periudhë pastaj, domethënë prandaj janë shumë gjëra të lidhura me njëra tjetrën, ra shpreh shumë veseve, shumë gabimeve të njëpasnjishme dhe tani unë jam duke rifilluar një jetë të re nga fillimi.
Me që e ke përjetuar këtë, se vesi thonë, vesi del me shpirtin, është një shpreje. Po e di, mbasi vdes njeriu, vesi rridhet 2-3 orë aty, sigurohet që ka vdekur, pastaj ikën. Pastaj ikën, I beson kësaj shpreje, që është popullore, por që ndonjëherë ato shprejet duket se e gjejnë veten edhe sot në kohën që jetojnë. Unë kam mësuar nga eksperienca ime jetësore që ne nuk duhet të gjykojmë asnjë lloj njeriu në çfarëdo lloj situate që ne e shohim atë, në çfarëdo lloj vesi që ne e shohim atë, nëse mundemi ta ndihmojmë, nëse nuk mundemi thjesht ta lëm. Domethënë është shumë e trisht që ne shohim një njerëz duke u mbytur dhe I themi pse nuk e mësuar notin. Domethënë ne duhet ta ndihmojmë një herë, pastaj ti flasim dhe ti mësojmë notin. Dhe eksperienca domethënë më ka mësuar që dhe unë nuk kam pirë kur cigare, nuk kam pirë kur alkool, nuk kam pirë kur hashash, por pa pritur kam parë veten në veset më të tmerrshme që mund të ndodhet një qenie njerëzore. Unë kam qenë njeriu që I kam gjykuar me forcë këto lloj vesesh, aq sa shokët e mi më shumë kishin frikë nga mua sesa nga familjarët e tyre kur ishin duke bërë këto vese, dhe pa pritur pastaj me vitet kam parë veten të përfshirë në mënyrë shumë të tmerrshme në vese, dhe e them me bindje që është një nga gjërat më të vështira. Ne nëse kemi familjar që I shohim pret të veseve, duhet bëjmë çmos vetëm t'i ndihmojmë, jo t'i rëndojmë. Sepse njerëzit gjykojnë njeriu sapo e shohin keq, aty fillojnë e gjykojnë të gjithë. Ndërkohë që është e kundërta, ne duhet ta ndihmojmë kur ai është keq, jo ta gjykojmë. Kur është I dobësuar. Ne sapo e shohim, I hidhemi të gjithë, hidhet xhaxhai, hidhet hallua, burri hallës, burri tezës, domethënë me shpatën e moralit. Po, që është gjëja më e thjeshtë për të bërë. Është gjëja më e thjeshtë për të bërë sepse është Po, ty kush të gjen të afër? Mua më është gjendur afër vetja ime. Pastaj dhe familjarët e mi më janë gjendur afër moralisht, po unë nuk përzej asnjëherë familjarët e mi në asnjë lloj problemi që unë hap vet. Unë kam si dëshirë ta zgjidh vet dhe mbaj gjithmonë një distancë higjienike që askush nga njerëzit që unë kam krijuar problem mos të arrijë dot të preki familjen time. Nëse mund të preki diket, të më preki mua, po me familjen time nuk I le të afrohen. Mendon që doja dalësh? Po pa dyshim që po. Po kur ja kanë dalë lloj njerëzish, do t'ja dalë dhe unë. Kjo ishte kështu. Ose të paktën do t'i jap vetes, duhet I them 100 herë po që t'ja dalë, sepse po I thash jo, nuk ja dalë që me herën e parë. Po mirë, por dikë që të dëgjon tani dhe është në të njëjtën situatë me ty. Ka kaluar një errësirë totale, është zhytur në gjëra që as vetë nuk di t'i kontrollojë. Çfarë këshille do I jepje? Ati nuk do t'i them asgjë, do t'i them vetëm inshallah Zoti të ndihmon, por do t'i them familjarëve të këtyre personave, sepse njerëzit që I zhytin më shumë njerëzit janë vetë familjarët, të cilët, duke mos I ditur këto vese, duke mos I ditur se çfarë na shkakton ne në momentin që jemi për këto lloj problemesh, janë ata që gjykojnë më fort dhe domethënë nëse familjarët do ishin të afërt me njeriu, nuk do ndodhte kurrë një vetvrasje. Kur njeriu kryen vetvrasje, do të thotë që askush nga rrethi I atij I afërt nuk I ka dhënë një dorë dhe nuk I ka folur në një mënyrë të ngrohtë që ai ta heqë atë ide nga koka. Në momentin që ai ka kryen vetvrasjen, do të thotë që ai ka mbi 1 vit, mbi 2 vjet që nuk ka parë asnjë lloj zgjidhje, asnjë lloj, të gjithë janë largohen miq, largohet familja, largohen të gjithë, dhe ai shef që jeta ka mbaruar dhe kryen aktin. Në qoftë se familja e para, shoqëria e dyta do t'i rrinin afër këtij njeriu, ne nuk do kishim kurrë një vetvrasje. Ti e ke tentuar ndonjëherë? Unë kam vrarë vetvrasjen. Femra dhe mashkulli janë dy gjysma që plotësojnë njëra tjetrën? Po padyshim që po. Ti nëse do ishe në këtë situatën që kalove të vështirë, nëse do kishe një partnere, se nuk e di mbasi e ke pasur, do ishte më mirë apo jo? Unë e kam pasur një partnere dhe realisht kur ti kalon kohë me një njeri, domethënë ky njeri bëhet pjesë e familjes tënde dhe unë I uroj domethënë gjithë të mirat kudo që të jetë,
por unë jam braktisur në momentin tim më të vështirë, domethënë kur unë kam pas këto lloj luftrash dhe pa dyshim që e ke parasysh është një moment njeriu që do vendos në trurin e vet që do dali prej veseve ose do dali prej gabimeve. Ky është momenti ku të gjithë duhet i rrinë afër. Në momentin që ti zhgënjesh, në këtë moment që ke vendosur këtë gjë, ti zhytesh shumë herë më thellë se ç'ishe. Domethënë sepse përjeton dhe zhgënjimin e largimit të personave të tu të dashur, qofshin këta persona familje, qofshin persona partner. Prandaj e thash atë mesazhin që më përpara. Edhe domethënë do e gjesh strehën prapë tek vesi. Të gjithë njerëzit që kanë ves, domethënë kushti kryesor që ti të largohesh nga vesi kur ti do të largohesh, se ka dhe raste ku njeriu nuk largohet kurrë, ose tenton pafund dhe nuk largohet asnjëherë, po nëse do ndodhi largimi, do ndodhi nga një ambient me shumë dashuri, me shumë ngrohtësi dhe me njerëz që ty të duan që ti të heqësh dorë nga vesi. Në momentin që ti braktisesh, ti nuk shkon në asnjë vend tjetër përveç se te vesi dhe shkon më shumë se s'ke shkuar më përpara. Si mendon, cila është qenia më inteligjente nëse do e ndajmë në gjini, burri apo gruaja? Më inteligjente nuk e di, po qenia më njerëzore është burri, sepse burri dhe në ligësinë më të madhe të tij të ruan e ka një lloj, ndërsa domethënë një burr i lig, prap ruan një lloj burrërie dhe nuk ta bën atë të zezën, kurse një vajzë e keqe nuk ruan asgjë, domethënë mund të shtypi dhe mund të kënaqet duke të parë që ti po shtypesh. Ti di ta dallosh një vajzë të mirë nga një vajzë të keqe? E ke intuitën për ta dalluar menjëherë? Po nuk e kam intuitën për ta dalluar menjëherë sepse dhe gënjeshtari dhe ai që thotë të vërtetën flasin të dy njësoj. Duhet një intuitë shumë e prehtë që ti ta dallosh. Zakonisht këtë e dallon nga koha, po menjëherë nuk besoj që duhet të kesh mbaruar në një shkollë psikologjie mbase që ta kuptosh që në momentin e parë të ligun nga i mirë. Çfarë mësimesh ke marrë nga jeta deri tani? Unë mendoj që i kam marrë të gjitha mësimet. Mbase jeta me kalimin e kohës do më mësoj të tjera, po besoj që tani jam i pjekur mjaftueshëm që për të vazhduar jetën aty ku e kam lënë. Edhe çfarë planesh ke për jetën? Çfarë ke menduar? E para kam menduar të shkëputem nga çdo lloj vesi dhe nga çdo lloj gjërash që mua më kanë futur në këtë lloj gjendje ku jam sot, se njerëzit po na dëgjojnë tani thotë po ky në çfarë gjendje është. Po unë nga që e di vet, po. Ti na ndihmo pak. E flas kështu. Dhe kaq. Përshëndes dhe njëherë ata që e dinë çfarë po them. Të më dëgjojnë, të më mirë kuptojnë, disa mund t'ja u kenë bërë dhe borx, po duhet të më mirë kuptojnë. Patjetër do të mirë kuptojnë. Po eskorta do i përshëndesim sot? Meqense ato u bën shkas. Po i përshëndesim dhe eskortat sepse pa ato nuk ka jetë. Ne bëjmë sikur ka, po nuk ka. Ato janë mes nesh dhe kur nuk janë. Janë në mendime. Janë në mendime, ëh? Po. Kur gruaja fle, mendja Hasmis fle. Burri. Fle burri, po s'fle i gjithi. Ke ndonjë mënyrë ose terapi që ty të kanë ndihmuar personalisht për t'i shpëtuar vetes tënde, si thuash, veseve të tua, mërzisë tënde, dëshpërimit tënd, vetmisë tënde në këtë situatë? Vetëm dashuria për familjen. Domethënë, kjo është vetëm terapi, kur domethënë nëse ne nuk do kemi njerëz që i duam, ne mund të bëjmë shumë çmendurira. Në momentin që ne kemi njerëz në familje që i duam, atëherë ne përmbahemi. Një nga gjërat që unë bëra pafund çmendurira ishte sepse unë humba njeriu që unë doja më shumë në këtë jetë. Dhe humba, domethënë, nëse dashuria matet me 100%, unë humba 80-90% të dashurisë që mua më ofroi nga mamaja ime. Dhe doja t'ja dija për asgjë tjetër. Edhe unë tani të uroj që jeta jote të shkëlqej dhe të bëhet diell, se e theti, jeta është e shpifur dhe kur është e bukur. Dhe kur është e bukur. Imagjino kur është e shpifur. Gëzuar.